erdhën pushtet me Enver Hoxhën. Unë kam tezën që pavarësisht asaj që bëri Enver Hoxha dhe Partia Komuniste, por një nga përgjegjësit pse komunistët erdhën pushtet ishin edhe të djathët dhe një pjesë e tyre që u larguan madje. Dikush mund të thotë që çfarë rrini këtu të vriteshin dhe ata që ikën. Kjo është pak so complicated siç thonë amerikanët, por si ka mundësi në momente shumë të rëndësishme të historisë së Shqipërisë ose të disa ngjarjeve me të vërtet vendimtare për shtetin dhe për kombin, të djathët u mbasin. Se kjo më shqetëson që historia po përsëritet se 16 vjet në opozit mund të bëhet edhe 20. Fituan më herët me zogo, nuk është e thënë po. Landi, lufta dytë botërore është komplekse. Domethënë, jo, mbaroi luftën. Po pikërisht. Mos harrojmë një gjë që askush nuk e priste që komunistët ishin kaq shumë agresiv. Edhe vetë aleatët. Ata, unë kam nxjerrë shumë dokumenta, sasinë e zakonshme të armatimit, të ushqimeve, të parave që kanë dhënë për lëvizjen komuniste. Për luftuar gjermanët, sigurisht. Dhe vetë dokumentet e tyre thonë që disa monedha floriri kanë dhënë. Pafund. 110.000. Më thuaj një 110.000? Monedha ari. Monedha ari? Po. 110.000. Po. Monedha ari. Domethënë për një periudhë bie një vit e gjys, kaq? 2 vjet. 2200 ton total. Ja, një sekond, edhe një herë. 1100 monedha ari. Po. Tjetër? 2200 ton ndihma materiale. Domethënë veshmbathje. Nga këto mbaj mend shifrën për shembull 40.000 palë kputç. Sa ishin nga këto me kështu Asnjë. Si ndodhi ajo? Na shpjego këtë se është një gjë që në histori që ishte narrative Enver Hoxhës, kod nuk ishte ndodhur ndonjëherë. Asnjëherë mos. Domethënë për gjithë ata që nuk e dinë, në kujtimet e veta Enver Hoxha dhe ishte një tezë që kur unë isha fëmijë lexoja, thosha si mund të jepësh dikujt 2 kputç të njëjta, për shembull 2 të majta, 2 të djatha dhe ishin ndihmë për partizanët dhe kjo ishte ajo që ne na kanë dhënë ndihmë, thoshte Enver Hoxha. Erald Kapri thot sot që 40.000 palë kputç të dhënë nga anglezët luftën e dytë botërore për 43-44. Po, vetëm ato vite. Vetëm ato vite, asnjë nuk ishte dy kputç të njëjta, të një këmbë. Nuk ishte. Jo, dhe pastaj ç'a gënjeshtra. Britanikët pastaj llogarisnin që nuk besoj se e përdorën në luftë kundër gjermanëve më shumë se 10% se çfarë i dhanë. Do të thotë që ata e kumuluan gjithë të para armatim kështu për të bërë gati për marrë pushtetin pastaj dhe këtë bën ata. U treguan agresive. Edhe para. Tani Nexhmi Hoxha, ti e di që unë kam intervistuar Nexhmi Hoxhën. Më ka thënë që humbi një qyp i madh me Flori nga këto të ndihmave të anglezëve në Elbasan dhe nuk e gjetëm më. E kanë gjetur. Je i sigurt? Po. Është në ato vitet 60 që në vitet 60 është gërmuar, ka qenë në shtëpinë e tyre behollëve. Ty më mirë të thras për këto ndër tani, ato të parlamentit mandatit e është hapur mbas 20 vitesh grota. Do në vitin 1962. Jo 62, në 60 afërsisht. 60, po? Mos gaboj në shtëpinë e Qemal Behollit. Ku është kjo? Diku në këtë zonë e Labinotit, Në Labinot, sa ty tha dhe Nexhmi, po? Dhe është gjetur qyp i madh me monedha? Nuk ka them qyp, po ka qenë një investim. Sa ajo tha qyp. Po. Një enë e madhe balte, me qyp. Qyp do i themi, ç'do i themi? Po dhe u fshehen aty nga kanë fshehur dhe britanikët, dhe ditët britanikëve sa perlësht. Jo, prit rrim këtu një se më zë makina pasaj, pritje te kjo një. Dhe u gjet kush e gjeti? U gjet rastësisht apo ata e dinin vajtën? E dinin se dhe vajtën. Ishte angazhuar personalisht Enver Hoxha për t'i vendosur aty, sepse nisi operacioni Dimrit atë periudhë. Po dhe i fshen aty. Dhe i fshen se po na ka. Që nuk e kam gjetur, është në YouTube. Ndoshta pretendon për një gjë tjetër, por këto Jo, unë them që duhet të jetë njëjta gjë, se ishin sasi e madhe, tha, na humbi, do nuk e gjenim dot pasaj, fshen. Kontrolloj edhe një herë, janë gjetur. Janë gjetur. Çfarë u bë me këtë? Po i morën çuan pastaj në buxhet, s'ka rëndësi. Partia i mori, ishte vitet 60, ishte shteti komunist. Sa ishte sasia këtu? Nuk e mbaj mend. Po e konsiderueshme? Jo shumë e konsiderueshme. Jo shumë e konsiderueshme. Po themi grusht monedash. Jo, një grusht monedë mos më duket ajo që tha Nexhmi, tha ishte goxha e madhe. Duhet parë. Ndoshta mos e ngatron me një histori tjetër, apo nuk besoj se ka ditur të histori. Ore mos nuk është gjetur me vërtet akoma, dvem atje ta kërkojmë ta gjejmë. Kur zbriti Davis në Biz, Davis ka pas një sasi diku për rreth. Generali? Po. Generali Davis? Po. Ka pas me vete një sasi të konsiderueshme monedash. Po? Mund të ishin 3-4.000 monedha me vete. I kisha ai vetë? Vetë. Që ishte për ndihmuar lëvizjen. Direkt një pjesë të madhe e kanë dhënë Enver Hoxhës për dhe shtabit, për
shpenzimet e luftës, Po? dhe një pjesë i kishën të tyre ata që jepnin vazhdimisht, sepse ata çdo gjë që bënin e paguanin. Ushqimet. Ata edhe mushkat që merrnin Të për gjitha, udhëtime, edhe mushkat gjint, njerëzit që punonin për atyre paguheshin. po, edhe do thënë udhërrëfyes. Udhërrëfyes, gjithçka. Domethënë, e vërtet e paguanin pulën safrëngu. Se e kanë me kujtime, domethënë që I kanë lexuar gjithë ato kujtimet e tyre janë të jashtëzakonshme. Po s'ke parë raportet që janë në ministri, që janë të fshehta, konfidenciale, që janë akoma më perla. Por janë kështu si bilancet financiare, Jo vetëm financiare, po dhe njerëzore. Unë kam publikuar pjesën më të madhe të tyre të librit parë, si konsideronin ata udhëheqësit, kë shanin, kë lavdëronin, janë perla ato. Tani, me që dalim të Floriri se pas kem. Po, jo, pa shumë e bukur dhe është e pasbardhë. Atëre, në një gjyle preve të madhe, i kanë futur aty. Bosh, do e kanë bështjell... që s'kishte element luftarak, do thënë baruti... Po ishte zbrazur, i kanë futur aty. Që ta kuptojnë se thënë ata gjyre. E kanë bështjell me atë mushamane një parashute. Po që kishin... Dhe e kanë groposur në tualetin e jashtëm, në gropën pra tualetit të një fshatari në Orenjë, mos gaboj. Wow. Në çfarë periudhe? Në dhjetor të 43-shit. Dhjetor 43. Dhe kush e bëri këtë? Këtë oficer britanik, pra. Po jo, kush nga këta? Kemi në një emër? Davisi me këtë Nicholsin që u vra. Nichols. A i vdiq, u plagos. Dhe vdiq në rrethana... Në Valias, në shtëpinë e këtij Toptanit. Shefshet Ndrojqi, për shembull, e vizitoi. Po aty ju organizuan këmbë. Dhe është e kujtimet e Davis. E varosin në oborrin e shtëpisë. Në oborrin e shtëpisë, bravo. Ihsan Toptani. Ihsan Toptani, bravo, Ihsan Toptani. Tani te Floriri. Po? Se këto... Ndenjë 2 vjet në gropën e tualetit jashtëm të fshatarit, që se dinte ai. Asa i vetë se dinte? Se dinte. Dhe kur britanikët ishin ende në Shqipëri, se kanë qëndruar në Shqipëri deri në vjeshtën e 46-ës, diku nga mesi i 45-ës, njëri prej tyre që e kishte hartën e saktë, në mënyrë shumë të fshehtë, ka shkuar atje, e ka marrë dhe e ka sjellë në Tiranë. Wow. Sa ishte sasia? Llogaritë vetë tani një gjyle topi, e kupton? Sa janë ato, e mbushur plot. Kjo është e dokumentuar? Është dokumentuar. Tani, se thashun tani, po futëm një histori Erald, më shpjegojnë çik, do jetë një nisë mjotja në parlament për ndërrimin e asaj pllakës së varrit te liçeni, te kodrat e liçenit, që është pllaka e varrit e Enver Hoxhës, është për misionarët anglezë. Ti je kështu anglofil. Jo. Si jo? E kanë bërë qëllimisht atë. Dëgjoj kur... Jo, qëllimisht nuk është bërë ajo. Jo, më dëgjoj pak. Tani ti mund ta bësh qëllimisht tani. Jo. Po nuk është qëllimisht atë, tani se di unë atë. Jam marrë me këtë, kur është bërë... Jo, për të marrë jam marrë unë me atë, se unë e kam publikuar i parë. Dakor, po kam marrë pjesën britanike, në 94-ën që ndodhi grumbullimi. Ajo ka dhe një histori tjetër pel, po mos po ta them se kam ekskluzive, se dua ta bëj diçka tjetër. Po se mos e thuash tu ekskluzive. Tani si më gazetare, po tani as studiu s'ke, je deputet tani, do të llogarit tani. Varrezat e anglezëve. Tani për gjithë ata se dinë se ka dhe njerëz që në kodrat e liçenit kemi një parcel të vogël me sa varre janë atje? Po duhet të jenë jo 100, 56, 54. Do të misionarëve anglezë që kanë vdekur, janë vrarë gjatë luftës dytë botërore në Shqipëri. Dhe memoriali ka një plak, do doja unë në regjia, po nuk e gjen dot regjia, ka një plak që shkruan disa fjalë. Ajo plak është hequr nga plaka e varrit e Enver Hoxhës kur u zhvarros në 92-shin, në majtën 92-shin. Plaka e mermerit sipër të varrit. Të varrit është bërë vertikal. Do ishte shtrirë, mbulonte varrin e Enverit, tani për anglezët është vertikal. Po, me shënimin sipër. Tani çfarë ka ndodhur? Na trego për të parë. Kur u vendos kjo, është marrë personalisht Julian Emery, edhe 2-3 oficerë të tjerë, mos harroj emrat, që takuan Berishën. Erdhi këtu Julian Emery. Po. Ministër i aviacionit të qeverisë së Churchillit dhe misionar vetaj në deputet, dhëndër i po. kryeministrit Macmillan, i mori vajzën kryeministrit. Po vajzën vajza e tij, po mbesa ajo Margaret Macmillan ka lidhje me këtë? Studiusja historiania? Nuk e di nëse kanë lidhje. Okej. Po se do ishte shumë e bukur, se ai ka bërë libra për Shqipërinë. Po. Kanë takuar Berishën që në 92-shin. Edhe gjë e parë që janë interesuar, ka qenë dhe David Smiley,
Edhe ai ka ardhur. Ky tjetër që ka bërë përpjekja, ai autori tjetër që kanë qenë ambasador në Francë, harrova emrin tani, që edhe ka bërë një libër shumë të mirë. Një nga këto të kujtimeve? Po që ishte i majta. Reginald Hilbert? Reginald Se dhe i Hilbert, ka qenë në Tiranë? Nuk flisnin këta me njëri tjetrin. Smiley, Emery dhe një tjetër shumë i njohur, harrova emrin. Po që dallohen të kujtimet i që ka raste që nuk interferojnë. Kur kanë bërë ceremoninë aty rinin veçma, 73 veçma, ky si asin gazetar nuk i flisnin. S'ka shkruar një gjë pra. Kanë shkruar britanikët, prandaj kam lexuar ata, se këtu në Shqipëri nuk. Cila gazetë? Daily Telegraph. Shkruaj tyre? Po patjetër. The Economist ka shkruar. The Economist. Po patjetër. Po dhe The Sun që ka vënë foton, se ai ka vënë foton The Sun, se ajo është tabloid. Po dhe ata erdhën në Tiranë, takuan Berishën. Edhe kërkuan këtë gjë, pra të krijojmë këtë gjë për Varrezat, u bëhen mundur pasaj dhe atyre ju tha që kjo është direkt e varrit e Enver Hoxhës, është me merë special dhe këta ndjen si lloj krenarie. Po jo, si kush e bëri këtë? Nuk e di më, po këta më të komunale se bën se kush. Jo pra, unë e di kështu që ajo ka qenë shumë banale. Ore çfarë do i vëmë neve, sepse bashkia atëherë ku kishte bashkia atëherë dhe banale, po këta e morën vesh ishte e Enver Hoxhës. Po pa dhe tha njëri, ore tha si do vëmë si pllakën atje, ore tha kam unë atë të Enverit, tha vëmë atë, tha i magazinieri. Oficerët britanikë e pasin lloj krenarie, sa mirë që e bëu, ja morën Enverit, na e ata e vlerësuan, ë? Patjetër pra. Kjo e dini ata që për këtë të falenderoj shumë, ka dhënë një gjë shumë të bukur, sepse unë shkruaj tek ajo shkruaj, kam ftuar atje, kam qenë atje kur bëshin ato ceremonitë, edhe u thosha, ore, dini këtë? Yes, thoshte, vetëm kaq thoshte, edhe s'flisë fare. Po ti je për ta hequr ata apo për ta lënë? Po është një detaj kaq i bukur që kushdo sa që kalem atje e tregojmë. E ke parasysh ato vrimat atje, që ka qenë bullonat e varrit atje dhe është bosh ajo tani. Është perla, është bukur ajo. Kështu që le të jetë si një lloj tani si një detaj historik që ngec aty, e kupton, nuk lëviz më. Do të thënë ti tani në stofin e deputetit thua që ajo nuk do ndryshohet. Po çfarë të ndryshohet, më lande se çfarë rëndësie ka kjo tani, ajo është detaj historik. Po e bukur është çfarë thua tani? Të rri atje tani sa herë kalojmë në një mik që bëjmë në një ecën në Evropë atje dhe i themi, shikoni këtë, kjo është pak. Është atraksion turistik tani ajo, ë? Po vlen më. Shumë e bukur është, edhe si detaj edhe si kështu. Tani prap te kjo pjesa se ti ke bërë studime thelluara dhe bravo për këtë se ke ngjallur dhe polemika dhe debate. Unë do thosha, ore, na tradhuan anglezët? Jo, nuk shifet në të këndvështrim. Anglezët kishin interesin e tyre. Se ne shpesh bëjmë këtë gabimin e madh, na tradhoi ky, na tradhoi ky. Çdo vend ka interesin e vet. Ashtu që kemi ne interesin ton. Interesi i britanikëve ishte që të financojnë grupe sa më shumë guerile, që të shkatërrojnë prapavijën gjermane. Nuk pan ata është komunist, është i djathtë, është e kupton. Po pse Julian Emery u zhgënjye? Në kujtimin e tij ai shkruan pastaj, nuk po them pikërisht të gjë, unë po them gjën tjetër që pritshmëria e tyre u tradhtuar, sepse ata nuk besonin që ose më saktë, Lëvizja Nacionale Shqiptare ata nuk e shikonin si lëvizje komuniste në fillim. Ata thoshin që elementi i komunizmit nga lëvizjes sepse ashtu ishte, po nuk e kuptuan dot të gjëra, ose nuk e besonin që lëvizja komuniste do merrte drejtimin e lëvizjes. Sepse ata shikonin antarët aty që i konsideronin nacionalistë, i pyesin për komunizmin, ata se dinin çfarë ishte komunizmi. Po ma jep ti këtë përgjigje më. Unë vetë nuk asnjëherë se kam kuptuar, modestisht e them, kam bërë goxha studime që një personazh si Enver Hoxha që si ishte as bejler, as i pasur, as i arsimuar, arsimuar, ai nuk ishte budalla, kishte një lloj arsimimi, se mos kalojmë në ekstrem tjetër. Po nuk ishte arsimuar si e qenë Vlora fjalën. Pa pushtet. U arrit të bëhesh jo i pari i Shqipërisë, po atë se the shumë bukur ti që anglezët nuk e kishin parashikuar që këtë revansh kaq të madh komunistëve. Si ka mundsi? Çfarë ndodhi? Mos haro që mbështetja jugoslave që pati ishte me rëndësi. Këta emisarët ishin shumë të zgjuar. Ishin njerëz. Ata e prodhuan. Po. Ata e dinin çdo the, kishin përvojë politike. Dhe Enver Hoxha praktikisht ishte në tutelën e tyre, pranonte këtë gjë. Ata merrnin vendimet, se mos Popoviçi për një kohë të gjatë. Kështu që mësoi për tyre. Pastaj mos harroj që Enver Hoxha nuk kishte ndonjë talent politik në sensin e të bërit politik. Në ato pak herë që është përballur politikisht, ai është ndjerë vështirësi, siç ka qenë Plenumi Beratësh. Me vun përpara atë. E vun para po fitoi? Ngeli. Ngeli aty. Filloi arma pastaj. I futi armën ai dhe kur
plas arma, nuk e më politik pastaj. Si më tha një student që s'ka lidhje fare, se ne dim ndonjë gjë, po studenti s'din asgjë në kuptim. Terrorizëm politik pastaj. Ore si a pati një atentat, më tha mua një student ndaj këtij Enver Hoxhës që po na flet çuti? Jo, i thashë. Se qelloi asnjëri me llastike, i thash. Po si edhe ju kaq i lik, i tha dhe s'doli njëri, tha. E po është më komplekse të themi studentët tani, ka pasur edhe ide për ta realizuar, po nuk është ide. Tani, po mirë, pse Stalinit si u bën ose tjerët si u bën, nuk është kollaj tani, nuk është më të flasë shumë pse si u bën një atentat. Deshi ta vrasë CIA Fidel Castro e dim shumë mirë tani me 10 herë, s'ja doli dot. Jo më t'ia dilin shqiptarët e shkret kundër një diktatori mizor. Erald, ke kështu në insinuim kur t'jesh në parlament një nisëm tënde personale, që sigurisht ajo duhet të suport me parti. Për çfarë? Mund ta tregoj qoftë edhe për historinë, ëh? Po për shembull, dua të angazhohem shumë që kjo pjesa e dëshpërimit për ndjerjeve politik të përfundojë sa më shpejt, se janë të kaluara fatet ligjore. Ke projekt konkret? Po do e bëj, patjetër. Do përgatisësh një projekt. Në radhë parë të kuptojmë sa është shuma. Ministria e Financave ende sot nuk do thotë. Do të dëshpërblim për gjithë përndjekun. Po pra që çau takon. Se janë diku te 20.000 dosje afërsisht. Ministria e Financave ende sot nuk do thotë sa është shuma totale e ngelur për të shlyer. Duhet të bëjmë një ligj për kujtesën. Në ç'kuptim? Duhet të kemi një datë kombëtare për ndërimin e viktimave të komunizmit. Duhet të kemi një monument në Tiranë për të nderuar ata. Duhet patjetër. Kjo do të angazhohet parlamenti për të gjë. Do të nis pa jote. Po, besoj që do kem dëshirën dhe pasionin për të marrë me këtë gjë. Po, shumë element tjerë, po do jem aktive. Po ja, të bëj pyetje të tilla, ato dekoratat, titujt e ish liderëve komunistë, ato ekzistojnë akoma? Tani ka një dekret të Berishës në 95 që ka hequr ata, nuk është. Po si funksionon? Më shpjegoj pa në aspektin juridik. Kjo është më e thënë, nuk e di si funksionon në aspektin juridik, se është folur shumë për këtë gjë. Ajo që mua më shqetëson është kjo, është që nuk kemi pasur një proces të denjë të dënimit të krimeve të komunizmit. Kjo është shumë komplekse. Ne akoma nuk kemi gjetur eshtrat e të humbërve e Landi. Sa është numri i tyre? Po janë 6.000 pushkatuar, mendohet që nuk i gjenden. Po mendohet janë mbi 4.000, se një pjesë i kanë gjetur vetë familjarët e shkret. Mbi 4.000 unë e dija më të ulët, shumë më të ulët. Mbi 4.000 që nuk gjenden eshtrat fare. Wow. Dhe kjo do një ka ardhur institucioni ndërkombëtar, që është ICMP-ja, pjesë e OKB-s, që kanë gjithë infrastrukturën e duhur të identifikimit me ADN, dhe shteti i ka lënë në baltë, nuk i ndihmon ata. Nuk i ndihmon, është prokuroria kundër, është të institucionet kundër, shkop. Tani, një nga këto që nuk janë gjetur eshtrat Erald, është edhe janë 4 të pushkatuarit e 20 janar, 40, më ndihmo për të janar shkurt 45, që të Mali Bushatit, kryeministrit, Lev Nosit, po jo, këtyre 4-ve njëherë, te Kodre Priftit. Ti besoj di që ka qenë një projekt i Vatikanit, sepse aty ishte edhe Patër Anton Arapi. Dhe pastaj e lanë mes ata. U shkatruan ato vareza. Qa ndodhi me të? Ti ke informacion? Po di që u shkatruan, se u bë, aty të Kodre Priftit, për shembull janë varosur për të parë edhe britanikët e vrarë, gjermanët e vrarë. Britanikët i zhvendosën të vetët, për shembull. Po, se i çuan lart. Jo, i zhvendosën në 46-ën, që në 45-ën, më herët akoma. Po? Di që pasaj aty u bë zonë urbane dhe nuk u kujdes njeri për të parë nëse... që janë aty, dohen aty, du t'jenë në themelet e shtëpive aty? Në themelet e shtëpive do janë patjetër. Ua, se trisht kjo. Se ishte edhe herët. Më vonë pasaj këta aplikuan edhe këtë politikën e, si thua, varrosjes në përzgëqe, që mos gjinden. Dhe në gjëra që shkon mend. Mali me gropa, anës lumejve. Ka në Mali me gropa të varrosur nga këta? Ka ma pa fund. Ka? Kemi lajme ndërkombëtare që ka shkuar familjarët, kanë gjetur eshtra pa fund, të zini çfarë bënin me to të shkretët. Se të kujt janë se di. Të kujt janë se di. Ke ende eshtra në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Tani? Po që janë prej vitesh, janë gjetur atje në malin në Dajt, i kanë çuar aty. Dhe s'di se këtu janë. Se duhet për proces identifikimi. Tani një pyetje këtu, Patër Anton Arapi, pse nuk ishte te ata martirët e fesë katolike në Vatikan? Pse u hoq? Ti je njeriu që mund të pyes për kompetencë. Te 46-ja? Po. Unë di që ishte. Jo, ishte në fillim dhe u hoq. Kush tha që u hoq? Ai fakt, s'është faktim. Nuk e kam vërem. Dhe nuk është Patër Anton Arapi. Nuk e kam vërem. Ja, unë kam bërë emision të veçantë për atë. Nuk e di, a? Di që te 46-ja. Në fillim ka qenë, e hoqën pas. Nuk ka qenë. Duhet parë. Emri i Patër Anton Arapit nuk është. Atë do ketë pasur një lobim underground, kështu që. Jo, lobimi underground ishte që ka qenë bashkëpunëtor
me nazistët, sepse ishte pjesë e regjencës. Varet se e konsiderojmë të pjesën e bashkëpunimit, por duhet parë, nuk e di. Më bëre kurios për të do interesojmë. Ajo pjesa më e diskutueshme e rrallë dhe kohës së komunizmit që ka i debat, luftë civile apo jo. Ti partizani kujt teorie je dhe teze je? Në kuptimin që? Tani, ka dy teori. Që të djathët dhe forca politike ballit kombëtar bashkëpunojnë me edhe italianë dhe me gjermanët. Studiues të ndryshëm thonë që ishte luftë e rezistencës, por me element të luftës civile. Tani, këto dy teori janë dhe studiues shqiptar, po edhe tuaj. Ka rënë me kohë këto lande. Ka rënë me kohë. Cila ka rënë? Po, unë kam nxjerrë element bashkëpunimit të Enver Hoxhës me gjermanët atë këputesh fare. Po mirë, ne dimë ato në berate... Takimet me oficerët e marrëveshjet për shkëmbim të burgosur çfarë flet o lande. Jo, po, a kishte luftë civile? Kjo është e para njëherë. Ishte luftë civile. Unë mendoj që kushdo që nuk mund ta themi element të luftës civile? Po çdo më thënë element. Por në fillim duhet të themi rezistencë. Sigur e fsheh. Element. Jo, ajo ishte luftë e shpallur. Bernd Fischer e fshet? Që Bernd Fischer e fshet? Rilexoj Bernd Fischer. Ta rilexoj. E bukur kjo rilexoj. Bernd Fischer nuk se mban në një qendrim, ai merret me qendrimin e shqiptarëve, pra analizon tre lloj qendrime të ndryshme që mbajnë përgjithsisht në Shqipëri, në mënyrë edhe sikur tallet me këtë gjë. Por tani duhet të kuptojmë një gjë, që ka pasur shpallje lufte në shtator të 43-shit me Enver Hoxha, nga balli kombëtar ca kohë më vonë, përplasja ishte reale. Dhe madje po shikosh të analizosh shifrat e të vrarëve, dalin më shumë ta që janë vrarë me një tjetrin se sa me pushtuesin, të themi realisht. Pastaj ka lloj tezash që po jemi të pushtuar, e sa jemi të pushtuar s'ka luftë civile. Më fal, po në Itali çfarë u bë? Unë kam marrë një shembull, një historian që e pëlqej shumë, është Claudio Pavone. Nga dekanët e historisë moderne të Italisë, komunist ai, me bindje, dhe në 91 ai ka botuar librin i pari, Lufta civile në Itali. Sepse ra muri Berlinit dhe nuk ishte më ky tensione, sepse para murit Berlinit ku komunistët ishin ende faktorë në Itali, të thoshe që ishte luftë civile, ishte një lloj kështu. Të majtët kishin ra kjo gjë, ai dori. Domethënë në Italinë e 43-44-s, çfarë kishte landi? Kishte anglo-amerikanët, kishte gjermanët, kishte fashistët, kishte komunistët. E bëi lloj lufte. Dhe përplasja e madhe që ndodhi mes komunistëve dhe fashistëve atëherë ishte një luftë pastë civile, që përshkruan me detaje Claudio Pavone. A duhet jemi krenar ne për atë që bën brezi gjyshëve tanë rall gjatë luftës së botërore në Shqipëri? Po patjetër, çfarë pyetje është kjo? Patjetër. Po krenar për të gjithë. Po pse për nacionalistët? Po sa nacionalistë ke pas në Holandi që kanë bërë punë? Jo, unë pyetjen e kam për rezistencën që u bë. Po patjetër, se rezistenca ishte. Po pse u bide me pyetjen, sepse është mohuar, është mohuar në farë. Jo, nuk është. Ne për shkakun që kemi qenë kritik, siç jam unë për shembull, tentojnë gjithmonë të më thonë ti që duket ti sikur kërkon ti nënvlerësosh, nuk është. Tani lufta është komplekse. Nëse flasim për bashkëpunim për shembull, bashkëpunëtorët më të mëdhenj të fashizmit kanë qenë komunistët. Të fashizmit, jo. Do prova ti. Jemi dakord. Do prova ti. Po bashkëpunëtorët më të mëdhenj. Më fal, çfarë bënin komunistët deri në 41-shin landi, që ishin aleat me Bashkimin Sovjetik? Ku kishin komunistë deri në 41-shin? Çfarë thua më? Po më mirë, ato grupet komuniste. Ishte komunist Kemal Safa. Po komunisti është patjetër. Çfarë bën Po idealist. Po ato grupet komuniste deri në 41-shin nuk është se kishin një organizim. Ata ishin bashkëpunëtor. E di ti pse ja arrestoja me Zogu disa muaj para këta para pushtimit? Po dieta, po tërish dieta. Jo më ose i kishin blerë italianët. Janë në fakte këto. Më fal, Kemal Safa shkoi në Itali me paratë e fashistëve të studioj. Shkruante në nazatën fashizmi. Në Xhmia ishte antare e partisë. Ramizi vet, antare i Rinis. Enveri vet çfarë bën? Mirë, kjo ishte dieta jo, ishte kush ishte pjesë e administratës, ishte automatikisht, ka qenë histori me Karaman Ylli, nëse e ke parasysh. Po jo thjesht, po jo edhe në qendrimet e tyre tani. Nuk ishin ata kundër fashizmit. Po mirë, po e riformuloj pyetjen. Ajo vlerëson rezistencën që kanë bërë komunistët gjatë luftës së botërore? Unë mendoj që komunistët morën më shumë merita se çu takonte. Po jo, merita u morën, jo, ti ke drejt, po u morën mbas luftës. Po. Jo, vetë me studimet e tua, ja u vlerëson rezistencën që ata kanë bërë? Njëri mbi të gjitha për shembull. Kush? Mustafa Gjinishi, jashtëzakonsh.
i vetmi ose i dyti që fliste anglisht. Edhe britanikët mendonin se ai mund të ishte lideri i saj. Lideri i saj, po, kam lexuar këtë. Kush e vrau pastaj? Enver Hoxha. Po pikërisht. Kur thua për rezistencë, ai ishte jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm, edhe në luftë, edhe në mirë, edhe që Masafa si idealist komunist. Po, nuk u provua se 21 vjeç sa e vran, po 22 vjeç, do thënë. Gjinishi ishte tjetër. Ishte një që kishte qenë gazetar i mirë, kishte qenë organizator i mirë, edhe në luftë e vlerësonin gjithë i papërtuar. Domethënë aftësitë e tij organizative me të Enver Hoxhës ishin të pakrahasueshme. Si ka mundësi Erald, ne pak kemi folur për atë që unë kam shkruar te libri për ambasadorët amerikanë, që si ka mundësi që Shqipëria mbas luftës së dytë botërore ishte i vetmi vend i Evropës lindore që nuk kishte të paktën formalisht ambasadë amerikane dhe trup diplomatik. Dhe marrëveshje, dhe marrëdhënie. Tani kjo na futon në një histori tjetër. Po jo, domethënë se për shembull më ngasmon kjo, domethënë sepse formalisht mund ta kishin ata dhe siç ishte ambasada ruse, domethënë marrëdhëniet ishin ndërprerë me Kinën edhe me Rusinë. Po ambasadë kishte këtu. Dhe ishte aq formale. Si ka mundësi? Ka ndonjë arsye? Paktën me ato që ti ditë. Jo, ikën ata, nuk e njohën regjimin që në 46-ën që ndërpren marrëdhëniet përfundimisht. Po Enveri nxori kështu ta. Jo, ikën vetë se skuxonte Enveri ti prekte ata, por momenti për zënjes tyre është skandaloz. Unë kam te libri atë, domethënë sepse kam ditarin e gruas ambasadorit. Dakor që shkojnë edhe nuk është se tu tani 5 veta ishin, sa ishin në lekat e vogël ishte. Mirë, e vogël, e reduktuar ishte stafi, por gjithsesi ishte staf. Po kjo nuk se ne ishte bërë në gjë Shqipërisë. Landi Shqipëria është bërë antare AKB-s në 55. Mbi 10 vjet mos marrë lufta. E pak ka për këtë. Është element shumë i bukur kjo që ka. Abuzon me pjesën jo vend fituese, a thua se çfarë u fituan në gjë e madhe. Izolimi i Shqipërisë Enver Hoxha është i tmerrshëm. Mjafton vetëm një detaj. Plani Marshall. Plani Marshall. Kishim ne shanse që mund të bëshim pjesë? Po na u lutsin më Landi. Po mirë, ne ishte Jalta këtu, ka një mospërputhje. Jalta ne na kishte ndarë në vend tjetër. Po jo, nuk na ndau Jalta fare, ke gabim. Pse e ndau Jugosllavinë Jalta, kanë nxjerruar dokumentat të marrëveshjes së Këshillit me Stalinin. Po? Ballkani ishte neutral përgjithsisht. Për Shqipërinë s'u fol fare njerëz. Këshilli pastaj këm gulte që ta kemi influencë të barabartë. Po Jugosllavia ishte influencë e barabartë. Në kuptimin që dhe sovjetikët dhe perëndimorët nuk do influenconin në formë të prerë. Dhe ndodhja që ndodhi, për shembull kur Tito mori vendimin të shkëputet nga Stalini, ndodhi gjë? Jo, sepse kishte rënë dakord parimisht që tu s'kemi influencë, dhe jemi të barabartë. Njëta gjë në Shqipëri. Aty na deshi zotin e që u prish Stalini me Tito? Tani nuk e di, po ku flet me nëse në histori është e vështirë. E vështirë është, po jo, por ne po bëheshim Republikë e Shtatë dal nga dal aty po shkon. E kam dëgjuar këtë tezën që po të bashkoheshim atëre, po të shkëputeshim do ishim bashkë me Kosovën. Jo, Romeo Gurakuqi e kam pyetur këtu për këtë, se e kam bërë, kjo është pyetje e ligit thashun, por ne e ligë është. Sepse nëse ne do bëheshim Republikë e Shtatë e Jugosllavisë, kur të ndajeshim do ishim bashkë me Kosovën? Jo tha, sepse nëse do ishim Republikë e Shtatë, nuk do ishim bashkë me Kosovën. Sepse Kosova kishte marrë një status si Republikë autonome? Jo, krajinë autonome. Krajinë autonome, jo Republikë, se Republikë është tjetër sa. Dhe kjo ishte përgjigja më e keqe që kam dëgjuar në jetën time, i thash. Domethënë kur ti bën një pyetje kaq të ligë, domethënë për vendin tënd, domethënë përgjigja është akoma më e ligë se sa pyetja. Domethënë kjo ishte të mërshme. Erald, ti ke përmendur, po kaloj çik te pjesa e politikës, për emigracionin. Dhe diaspora ishte risia e këtyre zgjedhjeve. Për mua ka qenë shumë gjë e bukur, fantastike. Me 100 probleme sigurisht, se për herë të parë dhe ti e ke përmendur dhe në një vend tjetër që Fanoli dhe Federata Vatra pasaj më vonë kishte deputetë e saj dhe imagjino gjithmonë Noli kishte vetëm. Po pra Noli në vitet 20 po ishte i Vatrës, nuk ishte i Tiranës apo i Kolonjës, nga ishte me origjinë Noli. Noli ishte i vetmi që nuk bënte fushat, se kishte mandatin në xhep. Mirë, po kjo ishte. Po, si e ke, se besoj dhe kjo du t'jetë nga projektet tua për ta përmirësuar këtë diasporës në zgjedhjet e tjera. E para një zgjedhje lokale voton diaspora? Po njëta gjë është. Po voton? Po patjetër. Voton diaspora? Po patjetër, se u vendos tani. Tani s'ka më, jo flasë, nuk ka dallim lokale. Ngelet për të diskutuar, po mendoj që ky model që u aplikua është problem. Madje unë shikoj dhe si antikushtetues. Cënohet direkt shqetësia e votës. Ty të shkon zarfi atje, merren tavolinë në shtëpi, e tregon atë fletën kështu,
ja fut kryqin kudo, e fotografon, duhet model tjetër. Celularëve. Madje unë kam qenë edhe këto model të shpëndarë, se kështë modeli që donte Rama, dhe Rama e mori këtë model duke i dhënë PD-s mbylljen e listave. Që kur e kërkonte Rama këtë model, ngelet për të dushuar. Pse? Dhe u vërtetua. Diaspora që pretendoi të ishte më e lira, më pa komplekse, votoi 10% më shumë Ramën tani, më fal. Kuptohet se ishte një lloj projekti i bërë dhe shpejt dhe me ndikimin e pushtetit nga Tirana ande, ku kishte gjithë drejtorat. Po mirë, pse mos themi këtë tjetër ne që kur PD-ja Felavien filloi angazhimin me diasporën, Rama kishte një vit që i kishte bërë xhiro rreth botës. Janë të njëjtat kapacitete Holande tani se ne 2 takime bëm në diasporë gjithsej dhe ishin të kushtueshme të merr tani mos flasim kështu tani. Është çështje kapacitetesh më. Se shkolla të udhëtosh të gjithandej. Jo, më bëri përshtypje Eralci isha vetë në Milano. Po. Dhe intervistova njerëzit aty, afër aty në atë sallën e madhe, pallatin e sportit që më mante 10.000 veta, 15, sa mante atje. Edhe më shumë, ç'a them 10.000 unë. Dhe ishin 2 me kështu, ishin paraplegjik. Dhe mua merr, si kam për çka ka ardhur këtu? Je me PS-n? Jo, tha. Më ka ardhur Rama, tha, unë jam me PD-n, tha. Më bëri shumë përshtypje kjo, që në një farë mënyre Erald ndikon kur ti shkon atje. Po, gjithë kam mbështetësit e vet. Edhe po shkoj te Berisha, njëta gjë do ishte në kuptimin e adhurimit të Berishës. Ose shiko ka Jo, çfarë mund të përmirësohet tek kjo? Do ndryshuar modeli. Unë jam për modelin kroat ose italian, Që do thotë? Diaspora ka vende të rezervuara. Sa pak a shumë në këtë 140 Po duhet parë në propocion, Italia ka 8, po ka 600 disa deputet. Ne mund të kemi 3 ose 4. Jo më shumë se 3 themu. 3 nga të gjithë? Në gjithë më? Po shumë pak duken 3. Më fal, po tani sa zgjodhi diaspora? Po jo, tani s'kisha asnjë se ashtu ata votonin për qarqet këtu. Po votua 200.000 njerëz në diasporë. Me 200.000 sa deputet mund dalin? Mund dalin 20 deputet. Po, 20 deputet. 10 vota, te partitë mëdha është 10.000 vota për mandat. 20 deputet. Më thuaj kush është direkt i diasporës, te PD apo PS? Jo, mund të jetë një listës që ne. Jo, ishte ai krashit e PS-ja për shembull. Po. Se s'është më ajo. Po, s'është. Se mori drejt nga Londra Rama atë djalin. Goxha i vlerësuar. Po. Sot s'kisha asnjë ti. Morën 200.000 votues pras. Pra nëse do të shërbesh diasporës, edhe ata kanë disa interesa, siç e bën vendet e tjera, i caktojnë vendet e rezervuara. Ne le të caktojmë 2-3, zgjidhen andej. Po ku ta gjej Nolin prapo Erald? Kanë të përfaqësues të denjë ata mos e kimë rakun. Dhe do ishte më e ndershme, kështu se sa të shkojë edhe kjo është drejt. Nuk mund votojnë ata pa pasur përfaqësi. E drejtësh. Tani ata votuan pa pasur asnjë përfaqësues, nuk po futem në diskutime tjetër pasaj nëse modeli është apo si duhet. Tani ndosë ju jeni parti tjetër tani dhe s'keni punë me PD-n. Por unë këtë duhet pyes jo si deputet i zgjedhur tani. Po. Sali Berisha duhet ik në drejtimin e Partisë Demokratike? U takon PD-s Landi. Nuk na takon. Se dua unë atë përgjigje. Kjo është përgjigje deputetit Erald Kapri. Jo. Erald Kapri kështu. Po çfarë të them unë tani? Të them që të bëj zgjedhje drejt tani për partinë u takon atyre. Ne po të ishim atje dakord mund të kishim një mendim, por ne ikëm. Ne kemi nisur projektin ton politik. Nuk mund do të bëjmë të kashëllëku ndaj PD-s, nuk mund ta bëjmë dot. Realisht PD-ja ka nevojë për një debat të madh të brendshëm, të vetin, sepse edhe në një farë mënyrë edhe te ju ndikon ka flasën ata se partia djathine nuk mund ta shpusin veten nga nga lokomotiva e opozitës. Në opozitë jemi tani, në opozitë bashkojnë kauzat, se numrat si kemë, kauzat e opozitës të bashkojnë. Po dhe ata duhet bëjnë një lloj riformatimi keni fjalën? Po unë mendoj që kanë nevojshme debatin e brendshëm, hapjen, diskutimin. Duhet zbatohet statuti? Në një fazë të dytë. Takon atyre tani, se duket sikur po japim mend. Po jo, ti po jepi mendim tënd në Eralca, ti ke qenë dikush aty, nuk ke qenë anon aty dhe hajt më. Mendimi im është që PD-ja ka nevojë të rinovohet në mënyrë urgjente. Rezultati që mori. Nuk e ke fjalën për Tigur Tritansheu, e ke për Sali Berishën. Po nga kupola fillon pa tani, është një vendimarrje që duhet nisi patjetër. Ka nevojë, domethënë, nuk e shikoj më shumë se nga një debati ka vetëm një pikë, duhet ikë ose Berisha. Nuk është vetëm te Berisha kjo gjë. Është shumë herë më e gjerë, unë përmend edhe pak përpara. Nisi te boshti ideologjik i PD-s, vlerat e PD-s, së djathtës, njerëzit e saj, çfarë përfaqëson ajo. Mund ka një diskutim që do nisi nga ajat e zhëja. Edhe këtu përfshihet dhe leadershipi natyrisht. Të vjen keq që Luzin Basha s'është as deputet dhe dështoi me sukses mbas 20 vite karrierë. Jo, unë e prisja që nuk do ishte. E prisja.
Si mund perëndoj një kështu më Erald? Ma thuaj pak, si mund perëndoj nga kandidat potencial për kryeministër? Po ne, në fundit, qa jemi pasojat e vendimeve që marrim. Kështu që njeriu do të përballet në pasojën e vendimeve që merr. Dhe më kujtohet një përgjigje që më ka ngelur në mendje. Përpara se 2021 ishte për vërtet Partia Demokratike nëse do kishte bërë disa kombinime edhe mund të kishte fituar, flasim realisht, zgjedhjet e parlamentare flas. Edhe duke qenë se po diskutonin për këtë librin tim të 33 kryeministër, tha do më japësh librin, tha, kur të bëhem unë 34, tha. S'u futë në histori. Tani ty të vjen keq që nuk ke librin me 84 kryeministë? Jo, mua më merr Buja Rudhri Botusi dhe sa herë që ndodhe jam edhe tani, tha, landi ti në rregull, tha 33, tha vazhdoni Edi Rama, tha nuk kur bëjmë ribotimin e të librit nuk ndryshojmë gjë, kështu që jemi në rregull. Se do ndryshojë edhe titulli pastaj. Po do ndryshojë, po pra se dhe jemi në fund të kësaj, po do doja, a do bashkoni votat për një ligj të veçantë që ju e mendoni me Partinë Socialiste, edhe pse jeni në opozitë? Jo, pse? Ju keni mbrojtur SPAK-un, si për shembull, nëse aty do ketë nevojë për votat tuaja për një ligj për SPAK-un, në të mirë të SPAK-ut. Për mbrojtje të drejtësisë ne kemi thënë në mënyrë absolute po. Po pra, punat e drejtësia. Po pra, për këtë por e thënë kështu që do bashkosh votat me Ramën, nuk më duket tash. Po me Ramën do i bashkosh ti aty kur po votove pro drejtësisë, çfarë, si do e bësh? E di kush është problemi më i madh sot, pas 3 mandateve të korruptuara të Ramës, ky vjen mandatin e 4 me shumicë të cilësuar. Kjo është e frikshme. Po e frikshme është, po ju e keni fajin. Tani nuk flasim më për çfarë faj kemi ne. Po ju e keni fajin, fitorit ju. Nuk flasim më thjesht për kapjet e ekonomisë dhe të gjithë burimeve e medias. Do të thënë 66, 74, 74. Është rrezik. Tani 83. Po rrezikohet demokracia në këtë vend. Pluraliteti real. Ai ka norma tani të bëjë çdo doja. Kjo është rrezik i jashtëzakonshëm. Kjo është një alarm për të gjithë landi. Është alarm për të gjithë. Ndoshta edhe ky reagimi i vonuar i ndërkombëtarëve, ai reagimi mjaft i ngushtë edhe shumë skematik i ambasadës amerikane deri diku, është një mesazh për të thënë që dakord ka një fitues, po jo të këtij niveleve. Atëherë pyetja ime është, ajo fjali me 17 fjalë, nuk e di ai numërove. Po. Që s'ka ndodhur një herë. Domthonë 2021 ti ke punuar zyrën e shtypit të PD-ja dhe e di që Blinkeni bëri urim, Yuri Kim dhe 3 ditë mbas, nësa tani mbas 16 ditësh. Ajo fjali dëftore me 17 fjalë, kur nuk përmendet fare kryeministri, nuk përmendet fare qeveria, po përmendet populli shqiptar dhe partneritet pra populli. Analiza jote dhe ajo që ti kuptove, tani si politikan, tani si deputet. Mu është një mesazh, veçanërisht për ata që janë në krye, për të thënë që ne kemi një aleancë tjetër, që është populli shqiptar. Jo të tjerët janë gjithë të zëvendësueshëm. Populli ka përfaqësuar Serald në parlament. Po, ata janë gjithë të zëvendësueshëm. Sepse kjo është dëshira jote. Mandati 4 nën kupton. Kjo nuk është ajo që thot Amerika. Nën kupton edhe një, po, unë kështu interpretoj tani. Po, unë po pyes deputetin tani, ti kështu interpreton, ti si je gazetari Panoramës që mbulon PD. Po tani si ç'të themi ndryshe? Në kuptimin që kjo është deklarata, një fjali, edhe po themi edhe vet, nuk uron askënd, nuk përmend emrin e askujt. Atëherë po bëj një pyetje. Pse se bëri atë? Jo, po bëj një pyetje të tillë. Është një teori, edhe unë mund ta them këtë, po s'jam shumë i bindur, po gjithsesi të shkon mendja që nëse do përmendte Edi Ramën, detyrimisht do të përmendte Sali Berisha. Sepse në 2021, besoj ti e marr mend shumë mirë, që ka përmendur Lulzim Basha dhe ka përshëndetur për garën e bla bla bla. Nuk e di, nuk. Dhe duke qenë ai non grata, nuk e kanë përmendur. A mund të jetë kjo një mundësi që nuk di ta them. Më duket goxha bukur. Kjo përgjigje tregon që tani e fut në politik. Kjo tregon që e fut në politik. Dakor. Dakor, e pranon. Tani do fshesh shumë gjëra. Ore, ne presim atje në parlament që ju t'jeni njësoj, ore. Ç'a do fsheh unë landi, më thua ç'a mund të fsheh. Po jo, kjo teori mund të ekzistojë. Po s'mund të spekulojmë tani, kuptimin po unë e shikoj mjaft domethënës atë reagim. Dhe duke parë edhe backgroundin tim historik. E shikoj që në fundit është një mesazh i amerikanëve që për gjithë shqiptarët për të thënë që gjë ndodh ç'a ndodh. Mos harroni që s'tush kontratën marrëdhënien e kemi bashk. Dhe kjo u thuhet dhe fituesve dhe humbësve në një farë mënyre. E kuptoni? Pra duhet të parë çik më përtej.
Dhe unë uroj që kjo pastaj të ketë implikim politik në të ardhmen. Po, si ka mundësi e real që u bë 2 vjet që ambasada nuk ka ambasador, s'ka ndodhur. Në 103 vjet marrëdhënie nuk ka ndodhur. Çfarë do bëjmë tani, s'është dorën tonë. Shpresojmë të vijë nga vjeshta. Me sa duket të vijë nga vjeshta. Se David Koselançik ai që kaloi në Kongres nuk do vi. Nuk e dim akoma, prandaj po them. Ajo është bërë pothuajse zyrtare që ai nuk u kthye, u anullua. Patjetër. Por ka edhe çka tjetër, domethënë që do të shkëputsen edhe këtë varësinë nga faktori ndërkombëtar. Dhe nga Amerika? Në Amerika jo, varësinë në kuptimin e ligjërimit tonë publik. Marrëdhënia me Amerikën është e shenjtë, me thënë drejtën. Po se kur gjejt sa teori aty të sovranitetit, aty e ju të djathët, ma heqin trurin fare ti, ne s'pyesim voton populli shqiptar etj etj, dhe kanë bërë replik dje te Euronews me një ke një përfaqësues të djathës ndryshe këtu që s'ta thotë. Jo, kanë bërë replik dje me një ish ministër, do të thënë që thash, na duhet ne, tha, po i thashun, ne ekzistojmë se desh në ta, i thashun. Unë s'di tha ç'është bërë 1990, po në 2008 tha, për Monika Lewinsky tha ja dhan pavarësinë Kosovës. A e kupton? Po mirë më thashun kur Berisha ishte në 91-shin në zyrën e George Bush, plakut, dhe i tregoi hartën. 92-shin. I tregoi hartën. Si ka mundësi, i thashun? Sa ishte bërë president Berisha? Si? Ti nuk e qojnë që filloi këtu dhe ka filluar aty, në atë moment, kur i tregoi hartën Berisha. Berisha ka plot kështu po me ritëm për Kosovën e ka të jashtëzakonshme, nuk kidet poshtë asnjëra. Erald, tani kjo pjesa politikës ti do jesh një politikan i mirë, po pak i urtë aty në parlament do të dukesh, kështu e parashikoj, po i mirë. Vaje çfarë kupton të urtin? Po ti më je mes ushqeve atje ti do të thosh vaje çfarë kupton. Ti kujton se në zyrën e shtypit PD-s atje? Ka ikur koha. Atje të hano Erald. Ka ikur koha e të bërtiturave Lanti. Po mi kur ndezin zjarr aty në sallën para çfarë do bësh ti? Ka nevojë edhe të arsyetosh. Ore çfarë do bësh ti kur nokat ndezin zjarrin atje? Çfarë do bësh? Nuk do hidhem në zjarr, ti je i sigurt. Kape këtë, mbaj këtë. Nuk do hidhem në zjarr. Erald, falenderoj shumë për bisedën dhe je përsëri i ftuar se ti ke dy planësh, atë të politikës ditës, po edhe sidomos të historisë. Aty do të ngasmoj. Do dua të nxjerrë shumë gjëra pa të ngasmuar, nuk është ngasmimi është pozitiv, nuk është negativ. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ndoqet një intervistë me Erald Kaprin, tashmë deputeti i zgjedhur i Partisë Mundësia nga Ura Lënqefoku. Mirupafshim.